Jezus Krishti thot të gjitha problemet që i keni e janë të une, do të keni gëzimin, do të keni jetën e përjetshme, do të keni paqen. Para konvertimit, njeriu jeton kot, jeton pa një vlerë të brendshme. Biblia paraqet dashuri, liri, zgjidhje personale, nuk paraqet dhurë. Para konvertimit, çu ke po ndoshta edhe po të kuptimin e feve, edhe çu është tash? Unë mendoj para... Nga ana personale, domethënë. Para konvertimit, njeriu jeton kot. Jeton pa një vlerë të brendshme. Okej. Por ato vlera njeriu nëse arrit me marrë vlerat krishtere, ato do t'i ndihmojnë, në jetë, do t'i ndihmojnë në sjellje, në veprime, dhe e shet dallimin prej atëherë kur e kom një zbrazd, tani kur je plotësuar me vlerat biblike. Dhe ato vrehen gjithkohë, me sjellje të mira, se Biblia paraqet dashuri, liri, zgjidhje personale, nuk paraqet dhurë. Dhe ato vrehen çdo kohë. Prej dallimit, prej ateizmin në konvertim të krishterizmit, është një dallim që plotësohet. Po Zoti, çfarë kuptimi ka pas edhe çfarë kuptimi ka tash? Qysh mundesh me na bëni krahasim? Po, atëherë për Zotin e kom kuptuar që ka qenë vetëm një emërtim abstrakt. Nuk e kom ndije. Po. Kom pas probleme ndoshta të jetës përditshme, por ajo ka qenë që nuk e kuptua që një fuqi rregullon gjithë. Një krijues i rregullon jetën e duhet me u drejtue atina për me të ndihmojë mendime, në paqe dhe në qetësi dhe ashtu. Me krijimin e këtyre besime, këtij angazhimi, besoj që gjitha kalojnë, se është një fuqi krijuese. Po du me ditë, a ka ndonjë pjesë të Biblës që e veçon gjatë këtij rrugtimi që të ka përcjell? Diçka më e veçantë? Po, për shembull, aty ku Jezus Krishti thot të gjitha problemet që i keni e janë të une, do të keni gëzimin, do të keni jetën e përjetshme, do të keni paqen. Problemet i bartni të unë do t'ju lehtësoj në zgjidhjen e tyre dhe do të me besimin e juve. Biblia kryesore ka dashurinë dhe ka faljen. Ato që njeriu t'i japi mundësi, çdo herë kur pendohet ndonjë të keqe që ka bërë, atëherë i ka mundësi me rrëfimin e tregimit të fajt, t'i kthehet njeriu besimit përmes Jezus Krishtit, të Ati i Shenjtë, dhe ai mund të krijon jetë të gëzueshme. Ajo më ka pëlqyer që është mas karakteristike se Biblia përbëhet prej dy pjesë, pjesa e Testamentit Vjetër për historinë dhe Testamenti i Ri që lidhet me Jezus Krishtin dhe nxënësat e tij.